Ligji i ri për prokurorinë publike që është pjesë e agjendës reformuese e kaloi filtrin e parë parlamentar. Ministri i Drejtësisë Igor Filkov, duke arsyetuar ligjin para deputetëve, tha se me të rregullohet në mënyrë më efikase organizimi dhe kompetencat e sistemit të prokurorisë publike të vendit, i cili është i harmonizuar me standardet evropiane. Njëkohësisht, ai theksoi se ndryshohet mënyra e zgjedhjes së kryeprokurorit dhe vendosen rregulla më të qarta për zgjedhjen dhe vlerësimin e prokurorëve. Со новиот закон воведуваме јасен мерит систем за избор, унапредување и оценување на обвинителите. Ги заекнуваме гаранциите за нивната самостојност и прецизно ги ограничуваме условите под кои може да се даваат задолжителни писмени упатства. Со законот се воведуваат низа решенија со кои се подобрува функционирањето на обвинителството. Nga opozita dolën me kritika, thonë se ky ligj është më së paku reformues, sidomos për shkak se i jepet një hierarki e fortë kryeprokurorit dhe në atë mënyrë rënohet pavarësia e shërbimit të prokurorisë publike. Таков еден обврзен систем во кој целата концентрација на моќ е ставена во рацете на државниот јавен обвинител, ги доведува во подредена состојба сите и оние јави обвинители кои се начело на обвинителствата, дали више. За жал, ние ќе имаме едно јавно обвинителство во кое оние кои се и малку посвели обвинители многу лесно можат да бидат дисциплинирани и да ги доведеме во ситуација да не носат одлука, поготово кога тоа нема да се допаѓа на власта. Deputetët e shumicës ndërkaq me qëndrimin se ky ligj është një bazë e mirë për vendosjen e një sistemi i cili më në fund duhet të fillojë të funksionojë. Мора да почнат конечно јавните обвинители да одговараат за својата работа, бидејќи јавните обвинители во претходните закони не одговара и правеа што сакаат. И таа нивна наводна независност е всушност правење на Ligji për prokurorët publik, para se të shkojë në procedurë të mëtejshme, do të mbahet një debat publik në të cilin do të debatojnë ekspertë dhe profesorë nga kjo fushë, të cilët do të propozohen nga të gjitha grupet parlamentare.